rikthehemi në studio, në fakt do të rikthehemi me një lajm të minutave të fundit, pasi një automjet ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në lumin Buna në Shkodër, në zonën e njohur si ura e Spatharit. Ngjarja në fakt ka ndodhur në rrethana ende të paqarta deri në këto momente, ndërsa dyshohet se në momentin e aksidentit në mjet ndodheshin 3 persona. Sipas informacioneve paraprake, automjeti ka dalë nga rruga dhe ka rënë në lum, pa qenë ende e qartë dinamika që çoi në këtë aksident. Menjëherë pas sinjalizimit, në vendin e ngjarjes kanë mbritur shërbimet e emergjencës, forcat e policisë dhe ekipet e shpëtimit, të cilat kanë nisur kërkimet në zonë. Operacioni është përqendruar në verifikimin e pranisë së personave në mjet dhe në kontrollin e zonës përreth, ndërsa kushtet e terrenit dhe errësira kanë vështirësuar ndërhyrjen. Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare për gjendjen e personave që dyshohet se ndodheshin në automjet. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit dhe për të përcaktuar nëse humbja e kontrollit ka ardhur si pasojë e shpejtësisë, kushteve të rrugës apo faktorëve të tjerë. Autoritetet pritet të japin informacion më të detajuar pas përfundimit të veprimeve në teren, ndërsa kjo ngjarje ka tërhequr vëmendjen e banorëve të zonës, ndërsa policia u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar veçanërisht në segmentet pranë urave dhe zonave ujore.